Në krizën e tanishme të emigracionit, Shqipëria është gati të kontribuojë sipas mundësive të saj modeste. Çdo shtet ka të drejtë të kontrollojë kufijtë e tij dhe të marrë vendime mbi pranimin e azilkërkuesve apo të lejojë flukse migrantësh ekonomik, por çdo shtet ka dhe detyrimin të ofrojë ndihmë humanitare njerëzve në nevojë. Janë këto disa pjesë nga komenti që kreu i kuvendit Ilir Meta ka bërë për të përditshmën gjermane Berliner Morgenpost, i cili shprehet mes të tjerash se valë të tilla masive dhe të pakontrolluara sjellin dhe pasoja negative veçanërisht në drejtim të terrorizmit. Rreziku që në mes të tyre të ketë edhe terroristë që hynë në Europë është real. Ngjarjet e fundit në Paris dhe Bruksele kanë vërtetuar këtë katërcipërisht. Ndërkohë këta njerëz janë udhkryq dhe po largohen nga vendet e tyre për shkak të rrethanave të tmerrshme. Askush në Europë nuk duhet t'i stigmatizojë. Meta risjell në vëmendje dhe rrezikun e riaktivizimit të rrugëve të trafikut përmes Adriatikut. Sipas tij, Shqipëria është e gatshme të marrë përgjegjësitë që i takojnë në kuadër të Bashkimit Evropian, por nuk do të ndërtojë mure. Shqipëria do të marrë përsipër përgjegjësinë e saj si përkundrejt qytetarëve të saj, ashtu edhe përkundrejt Bashkimit Evropian, sikurse do t'i ofrojë ndihmë njerëzve në nevojë. Ndërkohë Shqipëria do të veprojë në mënyrë proaktive për të shmangur një valë migratore të pakontrolluar, por ne nuk do të ndërtojmë mure. Me qëllim parandalimin e depërtimit të terroristëve, Shqipëria, thot Meta, po forcon kapacitetet duke kryer verifikim të plotë të personave që mund të hyjnë, dhe për këtë sipas tij kërkohet shkëmbim më i mirë informacioneve dhe bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese. Sipas Metës, i takon Shtetet e Bashkuara të Amerikës të marrin një rol udhëheqës në këto përpjekje ndërkombëtare, ndërsa Bashkimi Evropian duhet të punojë me vendosmëri që refugjatët në Greqi dhe Turqi të mund të qëndrojnë në kushte humane. Prandaj është shumë e rëndësishme që për njerëzit që kërkojnë azil të krijohen mundësitë që të pranohen në një vend sa më afër vendit të tyre të origjinës. Kjo do të rrisë mundësinë e kthimit të menjëhershëm në vendet e tyre, sapo situata të ndryshojë. Në fund të komentit të tij, kryeparlamentari thekson si shumë të rëndësishme ruajtjen e prezencës së Shtetet e Bashkuara të Amerikës si faktor vendimtar për sigurinë dhe stabilitetin në rajon, ndërsa Bashkimi Evropian, thot ai, nuk duhet të ndalë procesin e zgjerimit të tij për shkak të sfidave me të cilat po përballet momentalisht.